Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun e falenderojmë vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Elusim Allahun që takimet tona të bëjnë të dobishme, të frytshme. Udhërfyes për neve në këtë dunja dhe shpërblim ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, vazhdojmë sonte me takimin e radhës. Dhe në takimin e fundit kemi filluar komentin e surës Al-Alaq. Dhe kemi thënë se fillimi i kësaj sure, respektivisht 5 ajete e para të kësaj sure, janë edhe nisma e shpalljes. Me këto ajete ka filluar shpallja. Dhe atje kemi përmendur se çka do të thonë kur themi ka filluar shpallja. Çka do të thonë kur themi me këto ajete Allahu xhallahu ala realisht ka filluar nxirrjen e njerëzve nga errësirat e shumta në dritën e udhëzimit të Allahu xhalla xhelalu. Kemi thënë se fillimi i kësaj sureje dhe fillimi i shpalljes me Iqra, lexo, ka një kuptim të veçantë që te i kalon për kthimin e fjalës me lexo. Nuk është thjesht vetëm lexim rreshtash, por është shumë më tepër se kaq. Allah xhallahu ala në fillim të kësaj sureje, madje edhe në tërë surën, të nderuar ka vendosur baza të rëndësishme të kuptimit të fesë, baza të rëndësishme të ndërtimit të besimtarit, por edhe të thirrjes dhe kthimit të njerëzve në fenë e Allahut të mëdhenuar. Kjo është fe e argumentit, kjo është fe e autoritetit, nuk është fe e besytnive a thashëthëmeve. Andaj koha e besytnive e thashëthëmeve merr fund me fjalën Iqra. Tash është ajo që Allahu tha, kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Sillni argument nëse jeni të sinqert në atë që pretendoni. Këto ajete të kësaj sure të ndërruar vëllezër realisht kanë shpërfaq 3 shtylla të rëndësishme mbi të cilat ndërtohet jeta e një muslimani. Jeta e një familje muslimane, jeta e një shoqërie muslimane. Ajo është, apo ato shtylla janë e para kemi thënë, autoriteti. Duhet që Allahu xhallahu ala për neve të jetë i pa kontestueshëm, i pa diskutueshëm, pa rezervë të marrim atë që vjen nga Allahu xhallahu xhelaluhu. Dhe të kemi një trajtim raport me Allahun xhallahu ala si një autoritet që nuk është i ngjashëm me të askush. Edhe në aspektin e dashurisë, edhe frikës, dhe gjitha çështjeve të tjera në jetën e kësaj bote. Pastaj referenca Iqra, çka më lezu? Atë që të shpallë ty. Do të shpallë ty një libër. Do të lexosh ti atë nga mendja jote, nga bamendja jote. Që Allahu do ta mundson me mbajt men pa i huq asë një shkruajnë të saj, pa e gabu, pa e shtu e pa e mungu. Lexo nga shpallja e Allahut mënduar. Dhe përmendja e krijimit në fillim, së bashku me leximin kemi thënë se është shumë domethënës. Në krijimi e kthen njeriu në origjinë. Ja konfirmon vazhdimisht nevojën që ai e ka për këtë shpallje. Nevojën e tij për Zotin te bareke ve teala. Ai është rob, pavarësisht do të thotë në çfarë situata, në çfarë rrethana, në çfarë gjendje kalon apo gjin njeriu, nuk ka mundësi asnjëherë me dal nga pozicioni i të qenit rob i Allahut mënduar. Pastaj kjo robni në raport me Allahun a bëhet dhe a manifestohet në mënyrë të imponuar apo edhe në mënyrë të nënshtruar përmes udhëzimeve. Kjo është çështje tjetër. A pranon njëri këtë apo s'e pranon njëri këtë, kjo është çështje tjetër. Mirë po, realisht gjitha rrethanat dëshmi tregojnë se njeriu është rob i Allahut te bareke ve teala. Allahu xhallahu ala kur flet për to realitete të ndërozur na thret që t'i kthehemi atij, të përmirësohemi dhe ta kuptojmë ku e kemi vendin, ta kuptojmë rolin ton, qëllimin e ardhës në këtë dunjë. E që pastaj, mbi bazën e këtyne rregullave dhe mësimeve, t'i përdorim gjitha begatit. E kemi përmend atje
se njeriu i cili e din kush është autoriteti suprem i pakontestueshëm, shpallja udhërfyesi i tij dhe pozicioni i tij i cili është, pastaj nuk është problem sa ka nga dunjoja apo sa s'ka. S'është problem për pastaj për të. As i bën dëm, domethënë varfënia as pasuria. As i bën dëm, domethënë pozita apo s'ka pozitë. Në çfarë do rrethana që gjendet, ai e luan rolin e tij si duhet dhe synon jetësimin e qëllimit për shkak ka në këtë dunjë si duhet, pavarësisht nga cila pikpamje realisht i qaset këtij qëllimi. Për faktin se i ka shtyllat e fuqishme mbi cilat ndërtohet udhëtimi i tij në jetën e kësaj bote. Allahu na thret në këto kuptime të ndëruar. Allahu na thret në këtë udhëzim. Allahu thret në këtë vërtet dhe na lajmëron se shpallja në vijë me gjitha udhëzimet dhe dispozitat do t'jetë në shërbim të këtyre 3 shtyllave. Mirë po, ju të gjithë njerëzit e mirëpretën këtë udhëzim hynor, ju të gjithë u gëzuan, ju të gjithë u shërbyen si duhet me këtë udhëzim e përmirësuan jetën, e ndërtuan, e rregulluan ecën, ju të gjithë. Patë atyre që patë një qasje komplet ndryshe, një refuzim, një arrogancë dhe vazhduan deri në fund të jetës tyre. Madje vazhdoi tradita e arrogancës, e rebelimit në raport me shpalljen dhe refuzimin e autoritetit deri në ditën e sotme dhe do të vazhdojnë deri në gjykimit. Njeriu refuzoi me kundërbi Allahut, njeriu refuzoi me pas udhërfyes shpallën e Allahut, njeriu refuzoi me kon robi Allahu xhalla xhelaluhu, madje edhe pretendoi se është konkurrent me Zotin, partneri i tij, madje edhe në situata të caktuara edhe eliminimin e Zotit nga jeta e përditshme, ku tash krejt potenciali hynor ka lënë tek njeriu, fatkeqësisht. A thu vallë, çka ka bën njërin kaq arrogant? Çka ka bën njërin kaq rebel në raport me këto udhëzime? Fillimisht të ndërmëzër, kur ardh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me këto udhëzime, Kurajsht e Mekës, a e kishin të ndërtuar sistemin e kuptimeve dhe batkuptimit të tyre për jetën, për botën, për rrethin, a e kishin të ndërtuar në argumente, në dije, prandaj ju duheshin pak kohë me bo mes një lloj krahasimi mes argumenteve që ata u vonuan në nështrim, apo mbi çka e kishin ndërtuar atë ide tyne. Dihet mi besytni, thashe thëme, trashëgimi, mbi e përsi arrogante ndaj kategorive tjera të shoqërisë, kështu është jeta e tyre. Me pyet pse e adhuron këtë idhull, nuk kishin përgjigje. A ju bën dëm, as ju bën dëm, s'kishin përgjigje. A sjell dobi, as dobi, s'kishin përgjigje. E tëra ishte inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim lamuqtadun. Kështu i kemi gjetë parat tanë dhe na ja kena mësy rrugës e tyre. Kaq, a është argument trashëgimia? A është argument zakoni? Nuk është argument. Ose arsyetime tjera të cilat realisht ishin thjesht fjalë të kota dhe fjalë boshe. Prandaj nuk bëje fjalë të ndërruar refuzimi si pasojë e një udhëzimi paraprak që i konkuron të seriozisht fjalës Iqra. Nuk është e kështu. E para, e dyta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i thiri në fenë Allah xhallahu ala, a i thiri që tashmë ata të hjekin dorë nga gjitha mirësit, begatit, privilegjin këtë dunja dhe të bënë pasues verbënisht në nështruar Muhammedit s.a.s. ajtë të bënd të qfar të danë me pasurin jetën e tyne, a ishte kështu? Jo, nuk ishte kështu. Kur u kërkua nga muslimanët që t'japin diçka pasuria? Mas 15 viteve. E çka mëson të pejgamberin për 15 vite? Për Allahun xhalla xhelaluhu. Don e kultivon të besimin në zemrat e besimtarëve se
Aja që do të kërkohet nga ju në të ardhmen është pikërisht për shkak të këtij autoriteti, jo për shkak të meje. Unë jam një shërbyes në këtë rrugë, ka përzgjedhur Allahu xhallahu ala tu akumtoj shpallën e tij. O si ka thirr ka vetë ati, nuk i thiri që ta fuqizonte fisën e tij, nuk i thiri në njëre simboleve të caktuara fisnore, klanore, partijake, çfarë do kuft. I thiri që ta adhuron Allahun te barekuhu teala. Ma edhe kjo ishte një arsye më tepër për ta pasu, dhe ishte një pamundësi më tepër me kuptu pse se kanë pasu. Në gjithmonë kërkon një përgjigje pse athu vallë. Çka patën ata? E pjesa e mbetur e surës El-Alaq realisht jep përgjigje çdo pyetje. Edhe disa pyetje tjera që realisht e analizojnë gjendjen e njeriut arrogant, të rebeluar në për të Allahut te barekuhu teala. Është një analizë e rëndësishme e brendshme që nuk mund ta bëjmë në laboratoret e kohës tonë. Nuk mund ta bëjmë me çfarë do lloj mostre kimike apo biologjike, nuk mund të bëhet kështu. Po këtë analizë në sill kush krijuesi, i cili e din saktësisht brendin e njeriut. Ai e lexon më së miri zemrën e tij. Ai e din realisht motivin e njeriut real, pse ai është arrogant raport me Allahun te barekuhu teala. Pastaj Allahu xhallahu ala tha, kalla innal insana la yatgha. Fjala kalla të ndrozur në Kur'an kur vije i ka dy kuptime kryesore. Një kuptim është për qortim, e një kuptim është, do të thotë, për ta vërtetu një realitet që pohohet pas fjalës kella. Andaj këtu kella vije ose për qortim, ose për vërtetim të një pohimi që vije pas kësaj pjesëse. Për qortim vije në Kur'an, nëse para saj flitet për diçka që nuk është e saktë. Nuk është e saktë. E Allah kella, nuk është ashtu. Gabim e keni, i qorton Allahu xhallahu ala. Pse? Se pretendimi paraprak nuk është në rregull. Sikur se Allah tha në surën An-Naba, amma yatasaalun ani naba'il adhim. Pastaj Allah thot për këtë naba el adhim, për këtë lajm të madh, për këtë kump të madhe që ka të bëjë me ditën e gjykimit, ata janë çka? Mukhtalifun. Kanë shumë mendime. Një thoshtë një kella. Këti keni gabim. Është çka thon Zoti për ditën e gjykimit apo. Pse? Përse pretendimi paraprak këto gabim. Mos pajtimet e juaja, diskutimet e juaja, debatet e juaja për ditën e gjykimit të bazuar në hamendësitë e juaja janë këtë gabim. Dhe kella është për qortim. Këtu kella, tha Allahu azza xal, innal insana la yatgha. Allahu pohon një realitet që është i vërtet. Para fjalës kella nuk ka diçka që është e pasakt. Këtë është në rregull. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Këtë në rregull. Por në fjala kella këtu nuk është për ndonjë qortim, për diçka që para saj nuk ka rregull. Atëherë për çka është fjala kella këtu? Është për të fuqizuar pohimin që vije pas saj. E çka pohon Allahu te barekuhu ta pa fjalës kella? Pohon diçka që duhet me kuptu si një të vërtet të pamohueshme. Normal, këtë që Allahu thotë është kështu. Mirë, po kur vijnë disa përforcime që i shtojnë pohimit, i bie që korpi merr këtë mos e jep, çështu të gjithmonë. Kella. E vërteta është, e duhur është, innal insana, me të vërtetë është inne prap pjesës e përforcimit, innal insana, el insan njeriu. Njeriu të ndërvozë këtu i ka dy kuptime. Fillimisht dietarët e tefsirit kanë thonë se në surët e Mekës, kur përmendet njeriu, zakonisht është për qëllim pabesimtari, zakonisht. Por nuk duhet me e kufizu të pabesimtari, por e zgjerojmë tek, do me thonë, të gjithë ata që realisht ju takon emri njeri. Por fillojmë nga pabesimtari, nga se në esencë pabesimtarët janë qështu. Por a mund t'ju përngjan dikush edhe nga besimtarët? Mund t'ju përngjan.
Kështu që s'përshtatët mundësia që edhe dikush nga besimtarët tjetë i përfshirë në këtë gabim. Pjesërisht. Mirë po, mësimi duhet tjetë i përgjithshëm për këtë që janë njerëz. Innal insana, njeriu, el insan, Allahu tha le yatgha. Njeriu me të vërtet, yatgha të ndërmjet është nga taga, tughyan. E ka për qëllim kalimin e kufirit, teprimin. Do njeriu Allahu thot në esencë, shikojmë tash dallimin mes fillimit edhe mes vazhdimit. Fillimi i surës na mëson çish don Zoti më na pa. Na mëson në çfarë niveli don Allahu më na ngrit. Në nivelin e nderimit, në nivelin e, domethënë, respektit, në nivelin e lehtësimit, në nivelin e shpërblimit, që atje Allah do më të ngrit, ikra, që atje. Nësa njeri, ku shkon pauzim të Allahut, gjithmonë del jashta kufive, yatgha. Innal insana le yatgha. Njeriu kalon kufit, bëhet arrogant, rebelohet. Ibn Qayyim rahimullah ka thonë se yatgha ose tughyan, që këtë taga, që këtë teprim, realisht i ka 3 elemente kryesore. Njeriu, kur e tepron në qortimin kuranor, i ka 3 elemente kryesore. E para është pretendimi se nuk ka nevojë për Zotin, s'u duhet Zotin. Si pasojë disa faktorëve tjerë të shërojmë. E para, nga format e daljes nga binart, nga format e arrogancës njerëzore, e rebelimit të tij, e teprimit të tij, është pretendimi se nuk i duhet Zoti. Nuk i duhet Zoti. Nuk i duhet shpallja, nuk i duhet pejgamberi. Në vetë, na hulumtojmë, zbulojmë, vetë e gjejmë. E dyta është nga format e këtij rebelimi dhe treguesit e kësaj arrogance është e përsia e tij apo pretendimi i tij se është mbi të vërtetën hyjnore. Don Allahu kur e ka zbritur Kur'anin të ndërruar, njëri ka në fillim çka e kemi thënë takimin e kaluar, ihdina as-siratal mustaqim. Dush me thonë, o Allah, udhëzon nga pozicioni i robit e Allahu të udhëzon me shpallje. Në shpallje është drita jote. E nga format e arrogancës ku njeriu thot, unë e di më mirë se kjo shpallje. Kjo është për një kohë caktuar. Kjo ka qenë për një popull, kjo ka qenë për një vend. Ne ata shimin këtë kohë, në format e rebelimit e arrogancës ku njeriu pretendon se në aspektin e kapacitetit të tij intelektual është mbi udhëzimet e shpalljes. Edhe e treta, ka thënë Ibn Qayyim rahimullah, nga manifestimet e këtij rebelimi dhe kësaj arrogancë është mos respektimi i kufeve. Allahu thot, këtu është kufini, kjo vija kuqe, ai nuk respekton këta kufi. Tregohet arrogant ndaj kufeve që Allahu xhallahu ka vendosur. E Allah thot, innal insana la yatgha. Njeriu kur prishet, njeriu kur rebelohet, njeriu i cili nuk mëson nga udhëzimet e shpalljes, nuk lexon shpalljen, bëhet i tillë. E mirë, çka lexon ai pra? Më mirë ai njeri që s'përlezon ka shpalljen, që të kupton që robi Allahut se është i krijuar, ka një fillim, ai ku në alak, u ku një cup, mishi, apo e vogël e ngjitur, që ky ka qenë, mirë nëse njeri nuk qitos si pranon, si mëson qito, se Zoti është krijuesi i tij, ai është i gjithdijshmi. Nëse nuk shikon njeriu në shpallje, nëse nuk shikon njeriu në rreshtat e udhëzimit të shpalljes, në Kur'an, në Sunet të pejgamberit sa, nëse atje nuk shikon, ku shikon ai? Dhe cilë është ai shikim që ja ka sjellë këtë gjendje të kësaj arrogance? Se Allah kur ikra, lexo, kërkon nga një që me i kthy syt e zemrës dhe të ballit ka shpallja. E atëherë në rregull. Mirë,
Ai që si ka kthy syt ka shpallja, si ka kthy syt ka udhëzimi, ka i ka kthy syt që tash e ka po këtë gjendje, an ra'ahu staghna. Allahu tha an ra'ah. Ra'ah e sheh vetën e tij se është i pavarur. Me çka i pavarur? Me pasurinë që e ka, me fuqinë që e ka, me shëndetin që e ka, me jetën që e ka, me rrethin që e ka, me autoritetin që e ka. Për shembull, fiton parë, thot me njerëzën tam, shkoj e blej bukën, vëlla, unë e kum blej, cili Zot ma ka dhënë mua. E sheh pavarësinë e tij në mundësi që Allah ja ka dhënë. E kjo është provë. Kjo është provë. Prandaj thot Ibn Qayyim rahimullah, njeriu është një i varfër në dukjen e të pasënit. Ti duko që sa ka, sa s'ka, është fukaraj, s'ka kur gjë. Nga se njeriu të ndërruzë ato që e ka në posedim, po e ka në shfrytëzim. E Allahu xhallahu ala i thot njerit se ky pretendim i joti për pavarësi shumë shpejt demaskohet. Këna me të prunë aty, këna me të prunë dëshmi nga ky që të s'ki mundësi me refuzu. Nuk ki mundësi me rezistu. Por periudha që ta mundësojmë në ty me përjetu një farloj posedimi është sprovë, këran të, ruju. Sikur se meleket ju tha njerëzve që Allah i dërgojmë sprovë me mësu sihrin, tha innema nahnu fitne, jena sprovë, kujdesuni, na jena më ju ka dhu që ka është e keqja, po mëse merë një këtë tash me punu me te me fitu se kjo është fitne. Ndaj të nërru vazër, nga kjo aspekt Allah ka thonë që pasuria, fmit, pushteti është fitne, është sprovë. Pse është sprovë? Nga se jo të gjithë njerëzit e kalojnë testin e këtij provimi. Prandaj nuk është problemi te pasuria, nuk është asnjëherë, nuk është problemi te pozita, te autoriteti, nuk është problemi këtu. Problemi ku është? Problemi është te pozicioni i njeriu nga i cili e sheh pasurinë. Nëse njeriu e sheh pasurinë nga pozicioni i një të varfuri, që në raport me Allahun s'ka pasuri që e lëviz nga pozita e varfënisë, pasuria si bën zarar kur? A më vëdhen? Sa i gjithë është i varfën në raport me Allahun xhallahu ala. Nëse njeriu nga pozicioni i të padijshmit merr dije me bindjen se gjithmonë në raport me Allahun është i padijshëm, s'ka dije që i bën dëm. Ajo është pastaj e dobishme, nga se është duke përfituar nga këto begati, nga pozicioni i duhur. Ama nëse njeriu pasurinë e merr nga pozicioni i gabuar, pastaj mashtrohet. Prandaj, çka tha Karuni? Karuni nga rebelët, shkatroi Allahu xhallahu për pak kohë, me njëra. Kishte pasuri hatashme të madhe, dilte arrogant, rebel, mendje madh, në çmend të fukarat. Tha inma utitu ala ilmin indi. Kaj që e kam fituar është i me që më kon. Më kon fort i dijshëm unë. Kom punu Allah me djerës. E kështë më radhë. Kërë habit është ndërëzër, sa, nuk e di, sa e mjeruashme është kjo arrogancë që sharakit një të nku. Edhe të bënë me kesh dhe me kaj. Kur njeri në moment caktuar, nga dominimi i njehise caktuar të natëshmërisë, shpesoj ta kuptoni këtë drejtë, e kuptën se është i dobët dhe se dikush i ka dhonë, thot nga natyra. Prapë s'ja banë me thonë nga Zoti. E kuptën, e shë fjallurin e arrogancës, rebelimit, po mirë e natyrës kush ja dha. Mos vetë shumë të ashti. Natyra, në natyrë, aja që në afron natyra, arrogancë, rebel. Prandaj Allah thot, an ra'ahu staghna.
Pse natyra? Për shkak se të ndërlozër, natyra ta mundson me marë sa dush, apo? Edhe s'lypi tije kompenzim. E njeri e runë tash e përsin e ti mbi natyren, ndërso ko pasko e shpreh nevojën për shurzimin e saj, apëton. A përshë sot perfet është, apëton. Nuk o që s'din. Me bo me thonë, të ndërlozër, Zoti ta një qelin pytje, e zhurma, e probleme, i heshtu më na shumë kallaj këtu. Natyrën shkon e ut një mulla, kur sot tash e falet tash. E mos e prekat, o stot natyrën, e stot kurgja. Apo, njëri do diçka që mu e merr, e shfrytëzon, ama s'ka kthim. Që to edhe njëri, apo. Nëse dikush vjen e ngarkon me detyra, me obligime, si pëlqen kjo, apo. Për shkakun të ndërlozë edhe e ceka më herët. Ky sindrom, ky problem prek edhe besimtarët në forma të caktuara. Nëse ligjërimi përmban vetën e vet çortim, të matur, s'po flas çortim pa më të prum. Jo, çortim për edukim. Ka kërkesa, musliman duani këtë me bë. Në brenda ligjërimit ka dhe nuanca të kërcënimit, se Allah ju dënon. Ky ligjërim nuk preferohet shumë atë. Pse ka kërkesa dhe ka gjynjëzim. Ndërsa ligjërimi, domethënë cili është plot dashuri, është plot shpresë, i cili veç për xhenet flet, apo e është ligjërimi i cili duhet kohës tonë dhe vendit tonë, apo? E pse? Për shkak se jemi në një zonë apo konforme, e kemi gjetë një farë lloj pozicioni të caktuar për fen tonë, kurse që ne aprish të lashën apo atë. Apo sheni këtë pozicioni apo. A je pozicionu mirë Allah që është duhet. Vallahi nëse je pozicionu mirë, qërtimi hajrë të bën. Ama nëse si je pozicionu mirë, qërtimi dhem, ka dallim. Prandaj të ndërlozër, en ra'ahu stagna, e shëvet në ti që është i pavarën. I pavarën. Shikaj për shembull sa është e mjerueshme edhe qesharake. Që e ka më herët. Për shembull, rasti i Nemrudit me Ibrahimin a.s. Ja ka përmend Ibrahimi a.s. Nemrudit njërën prej veçorive të Allahu te barekuta. Inna Allaha yuhyi wa yumit. Allahu te barekuta jep jetën. Ai ka kriju, ai jep dekën. Tha ana uhyi wa umit. Edhe ne bëjë punë. Subhanallah. I mur du të burgosën shkret. Apo një i tha hajt të shtëpia ti, e një e myti. Tha që shtot unë një ngjall një. Tash njëri jam me kajt, a me kesh, a me bërtit. A dhe bjem pozicion ka shi një arrogancë t'il, ignorancë t'i niveli, ta prish edhe sistemin e reagimit, nuk din që me thonë, t'le pa tekst. Ta një Ibrahim e se me msheli muhabetin, masi për to kësë si e të marrë vesh, tha inna Allaha ya'ti bi shamsi min al-mashriq, fa'ti biha min al-maghrib. Tha Allah e bjen dilin për lindis e në përëndim, gjoj do shkolla në i leftat i shkan gjithu edhe tani ti bere për përëndimit. Fe buhit e ledhi këfër, i hapi sytë, qysh? Te kimi hapi sytë. Ja, kërës i ke hapi sytë dë një apëtën, te kimi hapi sytë në varë kër të vish. E të shosh madnin Allah Gjellewala që i keon arrogant dhe ti, tek që atër kimi hapi sytë apëtën. Tek që atër kimi hapi sytë nga befasia e arrogancës e rebelimit të në raport më Allah Gjellewala, u ke marë gudzim me thonë, enë rabbukumul a'la, unë jëmë zotë juvë. Që ashtu tha faraoni, tha wa hadhi l'anharu tajri min tahti, tha lumejt në kont me ecën, që unë në nalt lumejt përfuni ecën, apo. Po edhe përfuni me ecën, edhe veç përfuni teje, apo. A është arrogancën. Ka dënjes menoj që veç pëse është taj gjallë linë dili. Apo pëtën, po ka linë e para teje, Allah dili, apo. Në para teje. Dënjes menoj se veç pëse është taj gjallë, në hajnë a bukë, mos me kone në a bukë, a bukë s'kë më hongër, apo. Po njerëz dhe para, pëse me kondi kanë hongër bukë, Allah? Arrogancë. Tha, wa hadhi l'anharu tajri min tahti. Këta lumen ecën nërmua, e mi lumen
lumi të na, nërkanec, po edhe nër nevec, a kuptan? Mi po qaq i ka trullu njerës, a kuptan i smalla, arroganca e diktatorit, ja hum bus njerës, apën. A i thënë të këta eci nër mu, a ata thënë, a peshe që e zotin. Që në zotë Allah. Po mësyrë nër a eci në përfunja për mi. Ka do pyte para brek qësaj, ka do pyte para kësaj. Para se me të regu në kanë ecin, po pyte është kush i boni me ec. Ose kush i pruni e si, e këtu pyte pas ta jenë zonë e ndaluar ato. Nuk ban këtu pyte mu ban. Pra e të në vëzër, njeriu dënë me e kriju një realitet fiktiv, që si kësën heqë. Edhe pastaj me arrogancë, e rebelim, e dhunë, e shtypje, tenton me i fut njerë qatë realitet. Edhe tani njerës, qështu faroni. Ma urikum illa ma era. Unë mënej që i zbën mënu pas që mënejnë apëta. Asë një pyjtje s'du me një, nga se kjo është në kundërshtim pastaj me sistemin tonë, me shkencën tonë, me kejtë. Kërkosh s'ka gudzot me vetë faraonin, a ke pas non bre burë t'ja babë. A ka vetë dikush, që me vetë, s'ka me vetë. Po i vesh me pa vetë, po ti nuk e kon një vogël, e kon një vogël, e kon një fa bebe, e kon, a gudzot me vetë dikush. Këto pyetje zban më vetë. Ja nisëm, historia nisë për meje. Kur im rrit, ju më bëma të kom pushtet, tash e tu të fillon jeta. Për meje ja nisë. Për kuptoni mentalitet një arrogancës. Pse? Në rahu stagna. E ka po vetën që unë e muj. Me pasurin, me arrogancën. E Allahu Gjallavat të nërru dhe Lazar, pra për të njërin me kujdes, pra i dërgon shenja goditse për vetë disim. E Allahu Gjallawala pas ti pretendimi tha inne ila rabbike rruja. Ati Allahu i tha khalaqal insana min alaq. Njërën e ka kriju nga një copë gjaku e vogël. Si e kon heq kërkushi. Heq si e kon kërkushi. Të kena formu, kriju, të kena ushqy, në kujdes, të kena mësu me fol, me menu, me një, me pa, kajtë na të kena bu. Allahu Azza wa Jalla. Mirë, nëse origjina nuk të vetë disën, ta animojmë ka pak me përfundimin. Inne ila rabbike rruja, të këzoti ytë, vetëm të aj, është këthimi final. E këthimi të Allahu Gjallewala të në lëzër, pej kur filan njëri më këtu të ka Allahu Gjallewala? Kur des? Vdekja është stacioni i parë i këthimit. Stacioni i parë që e mërë vërshi, tjetër kahje pas ka jeta, jo që farë ke minuti, ku e mërë është njëri këtë punë? Në varë. Vdekja. E Allahu po i thrat njerës, po i thrat meq, ja keni gjetë një farë shpjegimi t'juv, një farë, dhe me thonë, imponimi të një kuptimi caktuar të origjinës, duke e hjekur nga fjallori i përdorimi të juaj fjallën krim. E keni thonë pastaj rastësi, e keni thonë pastaj evoluim, e keni thonë me tjera ma s'pëdënim i thonë krim, e dekës që shpjethojmë tash apëm. Tash funi, që ka pjethojmë tash? Nëse njëri ka një prejardhje, edhe ka shpik këtë prejardhje, për me i hesh dëzrat mrenshëm që e këthejnë të ka Allahu Gjallahu Ala, për me mbyll ikren, kapitët në lezimit me mbyll, me këthy sytë ka diqka tjetër, është dasht edhe fillimit me jadhoni përgjigje. Në regull, e fundit qëfar përgjigje kimi jadhon? Fundit. Janë në kërkim me sipër.
janë në kërkim e sipër. Andë një nga shkencëtarët e kësaj kohe që e ka përdur shkencën për promovim të ateizmit. I njohur është me emrin, s'kem nevojë me përmend këtu. Ai kur i jetë dikun pa shpjegu, që s'din që mi thonë, s'ka përgjigje për laboratori, thot, mos u gotni me besu fesë, çka thot. Këna me gjetë edhe për këtë përgjigjen, e tani, ai hala që ushtu, hetimet vazhdojnë. Edhe ati hala kërkimi është vazhdim, për dekën. Jem duke kërku, dhe më thonë, ilaqin për përjetësi. Vdekja është e rastësishme. Vdekja ndodh si proces i caktuar, dhe më thonë, i fikjes të qelizjeve caktuara. Proces kimik, biologjik. Nga sa ata nuk e parashoj njërin, të ndëgëzët njëri, përveç se një komponim kimik, i cili në fundit kur des, qka bëhet? Barlog. Kur gjë. Fizikanti njërë që ka dekë, që të të i kaptë. Ai që jep këtë teoria për poshtë e për naltë, thë ke që njeriu realisht është një përbërje kimike. Pak kalcium, pak magnezium, pak kësi. Kur të hargjohën këto, a i des. Me mujtë na dë kalcium me ashtu ma shumë, a i zgatët ato. Që kjet jam. Në ti asë si e shpirt, asë si emocion, asë si e dashni, ti kur gjësie. Ti e thjesht një përbërje kimike ato. Andaj të në vëzër, a ka mund si mëron njëri nën që të vram? Në kodër saj tani, ku është vija ndarëse mes definimit të njerit dhe të hajvanit? E kafsha qka është, edhe e është një kombinim kimik, edhe e që është atë? A është deka e njerit si ngordhja e kafshës? A është normalet të thutë shtu? Jo, ndërlozër. Allah i thërët njerës në ndërim, në ngritje, që të lexojnë tekste dura që kanë bëjmë me ta, të kuptojnë realitetin, por jo që të trillojnë realitete fiktive, inexistente, që të kryojnë një kuptim paralel me atë kryusit, për ta arsyetu arrogancën në raport me udhëzimet e kryusit. Nga se Allah tha, inna ila rabbika ruj'a. Kjo është kogja, goditëse, vetëdisuse, edhe shpresdhënëse, për ata që e lexojnë, ndjekin udhën e Allahu xhallahu ala shpalljen, te Allahu ki mu kthye. Te Allahu ki mu kthye. Prandaj të ndërrozë, pa bën një formulim me përmbyqit pjesë, po me disa rezerva për keq kuptim, po besoj që nuk e kuptohet. Njëri kur lexon diçka, leximi i asaj kërkon mas pari çka? Kuptimin e gjuhës. Me kuptu gjuhën që po lexon. Nëse një autor ti e lexon, duhet me ditë gjuhën e autorit. Gjuhën e autorit me ditë. Tani kur takosh me autorin, të shkon më bëjti kogja fort. Se ki vëvuj për librën e për çka ka shute, çka ka bëhe, edhe plus e din gjuhën. Kur falidhe me autorin, as me librën, kur takosh me ta, dëshysh, asë që me vetë, asë që mi thonas. Besimtar që kanë lexu me alfabetin e Iqra, jo të gjuhës arabe, po të njohës Allahut të mëdhenuar, e të pasimit pejgamberit e sam, kur e shojnë Allahun xhallahu ala dhe takojnë, din me folë me ta. Ma bisedë dashnis, e shpërblimit, presin që ka ju thëtë Allahu xhallahu te barek o ta'ala. Nërsa ata që s'kan dash me njoft gjuhën e komunikimit me krijuesin, nuk kanë dash me njoft gjuhën e të folërt e bisedës me krijuesin, nga se e dim namazi është një lloj komunikimi me Allahun te barek o ta'ala. Qysh flasin me Allahun xhallahu ditë gjykimit apo? Jo gjuhën, Allah din këtë gjuhët. Po çka i thot Allah? Çka i thot Allah të gjallë?
përveç fjallës Rabbi rgjiun. O Zot, këthem edhe njerë se një libër i shpakon në dorë me lexu, po qëta se kom lexu. E Allah thot, kella, e që të është për qërtim. Inna kelimetun huve qailuha. është fjallë gohë se me të thujo pet, ti këthen sy dikun tjetër. Prandaj, vdekja, kiameti, është të ndërru realitet, e vërtet, e mjaftushme me i atregu njerit ku e ka venin, pozicionin. Me atregu njerit realisht raportin që e ka me pasurin. A është shfrytëzim, a është posedim. A është pron, apo është mirësi e dikujt. Deka të kallëzon. Pse? Kur des njëri, qa bëhet me pasurin e ti? E merë dikush tjetër. Qysh i ka thonë një djetar, njërit për i udhëheqësve arrogant, e ka këshillu me dek, i ka thonë, lau damet li gajrik, ma wasalet i lejk. Ti kish zgat karika dikuj tjetër, se shë unë që ti në të kur. Apo, se para te ju ko njoni që të kësë këmu që kur. Apo, mos i shuaj për asaj karika, e shë unë që ti në të? Jo kur, e këna qua ta për asaj karikët, këna unë që ty. Edhe ty këna me qukës me për asaj karikët, për mund që dikën tjetër. Dunja që shtët, dikush ullet e qohet, tjetëri ullet që shtët është. Andaj fundi është kogja vedisus, për atë që danë. Po nësë njëri ka vazhdimisht sytë, të pasuria, të përpjekja për përjetësi, kjo është në arrogancë në rebelimin. Pasi Allah gjellëvrat të nërru dhe zër, të regon tash për qërëditin e këti njeriu arrogant dhe qasin paradoksalet e ti njët. Don kjo vazhdon me kur ma i qëdit shumë. Për shumë, a ju që ditë ju, për shumë, për me, normal, kur njëri thot, unë më i pa Zotin. Parmendoni një nga ateistët thënë te, parmendoni, vëllaj, marë në gjami me thonë, po me titull, me arritje, thënë te, unë nuk besoj në asgjë. Po, si ku të kësha besu në diqka, kësha me besu në lopë, para Zotit që ti po thërët në te. Pse? Se tha spaku lopa mi jep qëmsht edhe mish, që kam ka dhënë Zotit më? Tani ti, kur një këtë citat, thosh, mos jenë gjëmë më laj, mos jenë, më falë mos, se nuk din tani qysh me trajtua. Bëshe habia, paradoksi. E Allah u thot, nuk mbaran këto, storia e çudive me këta njerëz. Ja, s'përfundon këtu. Kjo në raport me vetveten. Arroganca në raport me vetveten. Dhuna që ja shkaktojnë vetvetes kur dojnë me fik në natyrshmërinë, edhe dritën e logjikës dhe arsyes së pastër. Por hajde deri çdo ditë qysh e drejtë e tij burr. Ama tash fillon arroganca me kon agresive. Duke kalu tash edhe tek dikush tjetër që s'don me kon çështo. E Allah o thot, e ra'ajte alladhi yanha abdan idha salla. E ra'ajte këto është për çudi. Në këtë dikush, pa marrë ato, më çudit. E Allah o thot, e ra'ajte, pa ti këtë njeri. Ky li që s'besan, li që mëhan, li që është kaq arrogant, li që pretendon se është krejt çka i duhet ati edhe pretendimet e tjera që i përmenëm. Jo, veç i kaq. Po ai tash nga arroganca e ti dhe agresiviteti i ti merr të drejtën mi u përzi edhe tjerëve në besimin e tyne. Edhe mi u nal namazin. E ra'ajte alladhi yanha. A ke pati ato që e ndalan, ka në ndalan, që a bën kë? Abden, robin, idha salla, kur të falet. Shkoni këtë Allah ka përmen shumë sana. Fillimisht të ndërun dhe zërë, këto ajete kanë lidhje me një ngjarje.
por nuk përfundojnë tek ngjarja. Ngjarja veç e spjegon ajetin, por nuk e kufizon kuptimin e ajetit. Ebu Gjehli, nga arroganca e tij, se ka pas ndikim, ka pas pasuri, ka thonë, nëse e shë Muhamedit duke u falë, kam ja shkel qafën. Nëse e shë Muhamedit duke u falë, kam ja shkel me kom tem qafën. Mirë ti Ebu Gjehel, ata që vinë qabe mu falë, në forma tjera, a kretë si tjena? Jo, janë të lirë fiset, janë të lirë popujt, janë të lirë me bujtë të vafrë dhe qabës. Për shembull, ka gjdo fis që ka ardhë të ndrozë në qabe me bujtë të vafrë, ka ardhë në shpinë me Zotin e vetë, e ka bajt pjatë jetë, e ka lonë aty, ka onë tashna, do të musil të. Tani, kër e ka kryje, në qafë e kanë qitë petë, e kanë kryje për të shpijave. Qështu, ymri ka shku të bajt Zotin. Qështu, këtë njerës, ymri shkanë të rujtë Zotin. Ruje këta, i des një zat, të është lyp një zat tjetër, qështu. E ata që kanë bajt Zotin për atë jetë, ti Ebu Gjehel, a kanë besu një dhëndë? Jo, s'kanë besu, njerëzën të lirë. Shka, Ebu Gjehel ju kënë këgja një farë i përparumi. Ja, se ka për më gërkanë. Po mirë, po këtu konda që po bojnë të vafë edhe, jëmbre mirë di qysh po bojnë të vafë. Pa një shpejt lakoreqbe, po deshën krejtë. Ani, e drejta e shprejhe së besimit e tyne. Qysh për lakoreq, mu si dhe të kënë e drejta e tyne. Ebu Gjeheli, mu që ditë. E kur ka arë pegëm më falë, këta e shkeli. Po lebra dhe këta që ashtu njësi këta tjerë. Pse? Qëfar krimi ka bo pejgamberi që u falë në qabe, që ti dush me shkel? Qëka të ka bo ty? Ti s'do me besu, la, po premioti. Ama që kjo që po falë, qëka të ka bo kjo? S'ban kjo më falë. S'ban më falë. Pse s'ban më falë? Mas pari Allah tha, e rajte ledhi jenha. E ke pa ato që e nalë. Të ndrëvëzër, Ebu Gjehli se ka nalë pejgamberin. Apo? Fjala me nalë është fjale but. Apo? Po e ka ushtu dhunë, e ka pengu, e ka shty. Pse Allah tha, jenha, e ka nalë. Apo? Se veç me qikaq e ke te prua, pëtën. Lebo tjera, ta pëtën. Do veç me nalë dika më në qëre, të onë së në falësh. Veç qikaq! është krim, me e pengu dikën me falë namaz. Ndë gjënë prindi e nalë fëmijën e vetë mos më falë. Pse mërë Allah, që po të bënë? Për shamë të ndërgëzër, një me konë kush falët, i bjeni s'mu në gjitëse. E tani, e nalë se na dënë Allah shnash me konë. Ose shfaqe problem. Një rast për të pasë, për rastet shumë të adhunë familje, si pasuje pengimit namazë. Prindi pengon të djalin më falë. Për të thonë prindit, më betë, thash, pe që ka një djalin më falë. Në raport me ty, o bo ma i sjellshëm, a didjet ka bërtit, tash edhe ka i shëplaku atë e pa. Jo, tha. Kur tha një dve, ta se ka ndrejq venin në vetë. Pe që po falë, tha, zdel për shpis për ndrejq venin, pa i palu teshat dhe pa dalë mirë. Në rregull. Për para, kër i ke thonë, më shku me bëri qka, sarë, kur së më kanë ngu, thëmë. Kë jam në zonë, kam punë. Pe që pa falë që për ndodhë? Ja, tash, kur së më kanë. Të një thëmë ushtim, Allah, jo së më të marrë veshë, Allah, sinqerisht shumë ka marrë veshë, Allah. E kuptut? Me ndu dhe kundër ta, anë i linjën e ratë, Allah. E limu, pishe ashiqare, frytet pozitive të adhurimit. Pastaj të ndruzër, nëse ja ke nalë shamin, vajzës më mbulu, zban më mbulu. Nëse ja ke nalë namazin, edhe në familje, në shkollë, në shoqni, po edhe shteti kër ja u nalë njerëzve të drejten më u fala, ja u dalë drejten për me pas mbulis.
themi, çka është alternativa? Mirë, që kjo djallë, ose që kjo vajzë, ti s'pelen me umlu. Ti s'pelen me e zbatu një urdhën Zotit, që realisht kur gjë ty s'po të bën. E drejt e saj. Me vendos që shka mu dokë të ke fundit. Kur ti s'pelen me arë një gjerat, kur ti s'pelen me umbulu, mirë, alternativa me dveta e qysh po ki qef me konën e, ma se qysh po ki qef me konën, qysh po ki qef me konën, e të mërshme është alternativa. Dele knaqo, shka, apo, shmëre shka, shohet apëton gjithë kun, e bë qka dush, e pi qka dush, e rrim e këndush, e hajden sa dush, veç ti knaqo se baba është e që të rrim për mas, apëton. Që rrim për mas, e nuk din, a është u pi drogë, a është duke u qënderu dikona, që ka pëndodhë, a që kjo është alternativa jote për të mirën e fëmisë tënë, në raport me shamine, me namazën, a që kjo është? Andaj, e pa kuptoshme, vëllaj, pa kuptoshme, pa spjegushme, e pa spjegushme. E rajte ledhi jenha, e ki pato që e nalë, jenha ka ardhë në kohën e tashme, dhe pse Ebu Gjelja ka nalë, pejgamberin, është dashme kohën e kaluar. Pse ka ardhë në kohën e tashme? Ka thënë djetarët për dy arsye kryesore. Arsyeja e parë është që gjithmonë ta kesh parasysh këtë pamje. Subhanallahu, ku po më kemi mri njëri, Allahu na rujt. Edhe si proces është i vazhdueshëm. Kësi që nalin njerëz nga namazi janë në proces të trashëgimisë se kësaj dhunë dhe këtij agresivitet din të gjykimit apo. Ra'ayta alladhi yanha abden idha salla, robin, që është duke, shika Allah, idha salla, u falë, kur që, një qështë aty, ti ke bo lafa atje, ke bu ma bet, aja s'ka unë, shune se t'u faljem, ose qune për këtu, dine se t'u faljem, jo Allah, ju vazhdojnë i punë të juve, ju vazhdojnë aktivitet në juve, vazhdojnë i jetë në juve, unë e veç për falëna. Abden idha salla, e pengon kur falet, e Allah o thot, mirë, pa e marëm, se kërë Allah gjellora të nërvëzër, subhanallah, e përgdhejnë vëllaj mendin e njërit shumë apëtëm. Hajde pra pa e marëm, po thëmë kushtimisht, hipotetikisht për dhejme. E rajte in kana alil huda, e u amare bit taqwa. Qëky që po falet? Qëky që po falet? Qëky? Nëse kjo është në udhëzim për shambull, e ti e në devijim, që shë puna ma nej? A kemi nuk këtë punë? Nëse kjo është duke thirë në devëshmëri, e në devëshmëri kjo po thirë, atë të shqipim puna me në ala pëta. No, ne kuptojmë të ndërlëzër namazin si pastrim shpirtnor, që kur dalim nga xhamia, në bën më të sjellshëm, më të edukuar, më të kujdesshëm me njerëzit, më produktiv, më të dobishëm. Po të kishte me pas namazi kundër efekt ndryshe, i damshëm me kon, kishte me pas arsye me nal. Allah po i dhe ti pse pe nal? Pse pe pengon? A veç pse po të mëson me e dash Zotin? A që kjo është krimi tija? Qysh ka thonë Ebu Bekri kur ka ndash me evra pejgamberin në dhunë, e ka shku me shpëtu, sikur se e ka thonë edhe ai nga devotshmit për Musa, e taqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah, a dëni me vrani njëri? Dhe pëse thot Zoti jam është Allahu, çka ju ka bë më Allahu? Çka ju ka bë? Një njëri i mëson njerëzit me dash Zotin xhalla xhelalu. I mëson njerëzit me ndjek udhën e Zotit. I mëson njerëzit me dash babën e nonën, me respektu gruan, gruaja burrin, me eduku fëmijët, me dash venin, me dash popullin, me dash njerin, me dash të mirën. Që kënjë rizban. Tjetri, që në fjalimet e ti, madje në këndimet e ti, i kënën, e i flet, e promovan, krimin, e vrasjen, e zullumin, e këtë tjera, sallat
me mira djemëtria, pëtën, dhe njët natës, s'prish puna, pëtën. Qëfar logjike është kjo më Allah? Sikur se thanë edhe popli i lutë elësëm. Akhrijū min qaryatikum innahum unasun yatahharun. Shuaibit a.s. Po dhe për lutën, nëzërni piktuj se këta lahën. A kupton ti? Këta lahën, këta pastrohen, këta të rasin mës me rajt, që ti piktuj se na, tani me bot tjetë me një së rajnë, e neve na vynë me rajt. A kuptu që shtot të tjertë? Përmena. Këj bje si kurse përshamë kur ti e luftan tradhtim bashkërtore. Edhe janë do njerëz që ju konvenën tradhtia bashkërtore të konsiderojnë armik se ti e që pëna e prish rahatin e knatësinëm. E tani që kja i bjen tani në regullë, i bjen që kja? Jo, vëllën, që i bjen në regullë. Andaj, udhëzimi Allahut nuk është në dëm të askujt. Udhëzimi Allahut nuk është asë njëherë në favor të shkatërimit të njerëzve, privimin nga të mirat e nga mirësit e nga dobit, asë njëherë. Islami ju këmë thonë, Islami s'ka problem me pasunin, kur? Islami s'ka problem me dijen, me shkencën. Islami s'ka problem me njerin, si njeri. Islami sjell zgjidhje për problemet që i shkakton armiku i njerit, djalli mallkuar. Islami ka problem me rënën, me mashtrimin, me manipulimin. Islami ka problem me dhunën. Kena problem seriozisht, po me çdo dukuri negative. Andaj ai që e pengon dikon që falet, i cili thret në udhëzim me devotshmëri, është ai që i promovon të kundërt në kësaj, sikurse ishte Abu Jahli Allahu na ruajtë. E Allah tha, e rajte në kedhebe o të wella, e ti që pa e mëhan, drejten e këti më falë, qka nëse ti e më husi, e ti e gënjeshtari, qka nëse e o qështu puna, qka bëhë tani? Nëse ti e të maniplu e të gënju ti, nëse e të bëhë këtë punë. Këtë thërën dhe vëshmërije në zim, e ti në mashtrim e në manipulim. Nëse qëtu e në pozicionet, e ti e ke qëpërdor pozitin dhe pasurin për të nëndë nga dhurimi, nëse që kjo është situata, e që kjo është situata, atëherë, që shë bëjmë këse punet ashtë? Prapë Allahu Gjellewala godet me realitet dhe disus e lem ja'lem bi enë Allah e jara. A nuk e din që Allah është të e po keqë për ndodhë. Allahu për të shë, Allahu për të dëgjanë, andaj s'ki ku me kalu, s'ki ku me shku. Kella, le in lem jentehi, le nësfa ambin nasije. Nasijetin ka dhibetin khatie, feljed unadije, se ned u zëbanije. E ta shfillon mu përshkazu pak situata. Po, që ka pin fillim atje për gdhelje, e këna kriju, e këna nëru, e këna respektu, e këna begatu, njëri ka këtë problem, po më ne që kime dek, më ne që Allah të shë, kejto kjo për gdhelje. Kejto kjo kujdes maksimal hynur për me e trejtu me kujdesin maksimal rebelimin dhe arrogancën e njërit në për me Zotin e ti. Që një i ofër të juëti, një përqim me ta bo që shtu apë mësh, bukën e këshenala pëtë. 1%. Që kësaj sirdes me ta bo, ja këshenala bukën. Allah Gjellera i fornizan, ju jep, ju niman, apo? A i thot, ma përpara e kësha adhuru lopën, e ati Allah prap i jep frym, i jep men, i mundësën me gëfol, vazhdojmë na. Tja pa fatë Allah Gjellera, ti hap prap argumentet, të thret, këthaj syt pak ka një liber tjetër që kurse ke lezu pak që aty, mena pak, ullu e medita, reflekta ka shi do realitetve të saktuara, ku është udhëzimi, ku është dëvëshmëria, ku përgënjeshtrimi, ku mashtrimi, manipulimi, shika pak mirë. Allahu po të shepët për cilë, të ka ndorë. Gjitha këto, prap me arrogancë i refuzan. Prap me arrogancë i refuzan. E Allahu thot, kella, qërtim, ma e në menë që për tëmë. Kjo qërtim është. Le in lem jenë tehi, nëse s'nalit me ato që përbanë, për Abu Jahlin. Nëse veç edhe njerë vazhdo me e prek pejgamberin të në sejde, dhe nësfa ambin nasija,
E ka shku Ebu Gjehli, ka tentu me qitë komën e u ik me jara pëtën. E thënë, qëko bo? Qëko bo që ike? Tha, ka thonë Ebu Gjehli, ka thonë, pash humner dhe mjerim, të merë që akun po. Allah ja ka të kazu, me që pak një me la që ja ka të rraf pak, apo? Edhe u ik. Prapë që ka po men, subhanallah. Prapë që ka po men. E Allah i ka unë edhe njëhere komën të shuj me qatë pejgamberit ki me pa që ako me të gjithë. Kur se ka po men? E din tutën e, normal. Nuk është ai trembot, që po, ne ondër me a qëtë keqe, të një mujtet e dy boqen, për me a kënu një fatë i haptën. Po, se, din, normal, e din e tutën. Ama, se o qënë Allah shpesh, se tani hupe dhe argumente, hupe kja, tani nuk ka mo, nuk është mo tani besimi arsyshëm, me do është edhe me imponu njerëz, imponon që është dënë besimin. Po jo qënë ka edhe ka një fatkesi, në isprov, në ondër, në angë, ka pake. Po i lëshën shpejt e fatkecisht, arroganca është e rënjosur fatkecisht. Le nësfa'an bin nasija. Qka o nësfa'an? Sëfa të nërru dhezër është rëmbim dhe goditje e fuqishme. E nasija, qka është nasija? Nasija është baluka, pjesa e përparme. Donë, kënë me ka për flëk përparme. Qëto, e zhag me ngrej për zjarë gjëhnimit. Nësfan bin nasija. Nasijetin kadhibetin khatia. Kënë me ka për të baluka tina, apo? Të një gënjeshtari mëkatar, që në pamje, në shprehje, në komunikim, në sjellje, vreje që nuk është sinqert, vreje që është mashtrus. Kur ka shku njështë të pejgamberi sa, si ka e me të ka thonë, vallai ftyrat i ka zëke që nuk ka mashtrus. A ki po ka dhe njerës, Allah në falvesh, në ftyre është që është mashtrus. Ftyre është, zbanë me paregjiku me ftyra, larga saj, por realiteti që këtë është që në tyrën e ka, pamin e ka të njërit ligë. Allah në falë. Ase ligësia, aqë më lidhët mbrana, so që fillo me depërtu të ashtë edhe, në pamjet jashtë me Allah në rutëm. E disa e kam përmenë këtë edhe si, një mrekulli shkencore e Kuranit. Nasi është pjesa përballë e trunit, apo. Nuk du mu përzi, se kemi edhe doktor që din ma mirë të qështje, por kom ledzu, dhe më hanë se në pjesën e përparme, dhe më hanë, ka të bëj me truni. Funksionimi ti është për gjegjes për sjelljen e njerit. Don, arran, asran, don, këtojnë ato që realisht njeri mbas perceptimeve të caktuara e bën veprimin e sjelljes së tij aftën. Edhe kam pas studime për këtë çështje, me raste të caktuara të njerëz që kanë pas dëmtimin këtë pjesë, kur i kanë riparu për me mund me vazhdu jetën, kanë gjetë ndryshim të madh në sjelljen e tyre aftën. Në është deformu kjo pjesë e funksionimit përpara me Allah na ruajt aftën. Sa është bashkë çështu njeri mekanik. Ka do çështje që janë përtej asaj që është organike, fizike dhe biologjike aftën. Andaj një nga arsyet pse përmend balluka që kjo, se sjellja e tij arrogante, dhuna e tij dhe agresiviteti i tij do të përballet me goditje të fuqishme. Falyad'u nadiya. Nadiya janë shoqënia. Nadiya janë organizatat, klubet që i kanë dorë. E Ebu Gjeli thonte, unë me një thirrme ti mbledhi parinë e arabëve këtu, do të çaqëm me autoritet. Çaqëm ndikim. E Allahu tha, falyad'u nadiya. Le t'i thret ata të klubeve t'i krejt që i ka. Le t'i thret i krejt ata të cilët, dhe më thonë, logarit në përkraj t'yne. Se ned'u zebanje. Zebanje, të nërëzër, këtu jenë përshimë me lajket. Po, në esint zebanje, përdurët edhe në kontekst pozitiv, edhe në kontekst negativ. Varësisht për çka përdurën. Jo me lajket, po njerëzit këtë rast, mund t'jenë zebanje. Janë, dhe më thonë,
njerëz, këto është, Allah e për me lajke, po flasë në aspektin njerëzor, ata të sëtë, kryin me besnikri urnët e një njërët. Ata bodyguardat, ata të fuqishmit, kapne qëta, kapne. Ska me rezistu, së rezistan aj. Ska e asni. E Allah tha, thiritja ta tut, që i ki me muskuje, me shpata, me që i ki. Fëllijed unë adje, se ned u zebanje. Ne kënë me thirë zebanje. I kemë në dhe me laqa që qështu në këto situata i dërgojmë. Të në vëzët, e këto është një mrekulli kërënore. E këto është një mrekulli kërënore. A ka mujt Ebu Gjehli me sfidu qëtet, si Ebu Lehebi? Ebu Lehebi u kënë gjallë, kur Allahu Gjellewala ka thonë që këj njëri këmë është kënë gjehnem. Gjallë u kënë. A ka mujt vetë sa për me sfidu Kurani me domë në që La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Qa mi bojtë një surës? Ja, s'munët, po me pathonë në ti, po në sfidana, ma. Kurani nga Allah të mërtëra. Edhe këtu, a ka mujt me thonë Ebu Gjehli, po hajde, ti bin sejgjde, e dojnë pëthiri në djetë, thirit i zebani jetë. A ka mujtë me në këtë punë? Kush me thonë, mëllo? Kush me thonë? Pa i njerës ju ka terrova e ka harru me këtë farë punë e krejtë. Të më dhezër, nuk është kjo punë loj. Nuk është kjo punë loj. E njeri, përshamë me njeri, me fuqishëm, autoritet, me të kërsu një herë, bëhet i laqë. Si ai Omeri që orë ka pyet Omerin radhiyallahu ta'ala anhu për ajete Kur'anit pse kjo kështu ka thonë çështar ta kallzoi përgjigjen veçëm pak në zonë. U Imran ka pas një far libri në formë të shkopit Omeri, kur s'ka kuptuar tu lexuar ja ka lexuar tani për zgati kështu atë. Librin. E i ka thonë që çështar ta kallzoi kuptimin e ajetit, se ka pas për kuptim, po e ka pas për diskutime që unë fort i meqmëm, e kom gjetën Kur'anin të që nivove ka te për kjo, ti ja ke gjetë. Apo? Ti ja ke gjetë. E ta është në të kalëzaj, pra, që shë e gjonë ti. Omeri ka në vakt Omerit, se në vakt ne duhet me urësie, maturije, tolerance, normal. Po Omeri në atë vakt, po flasë për Omerin, në rrëllana, mështë të këtë këptuam. Edhe ja ka unë 2-3 në shpinë, e kjo i ka thonë Omerit të rrëllana, ka unë, o, prisi besimtarve. Nëse do me mytë në ryshës se që shtë marova, a nëse e ki me mi hek qapata shkun vëllaja. Shkun, qështë nuk shkojnë? Një nësan jemi, njëri normal. Edhe Ebu Gjehli, e ka pa një grupë, Allah lëm që ka paj. E Allah i ka thonë tash, a i thrasëm tash atë neft, ti tut në atë neft, e thrasëm. Ka heshtë, deju dek, deju vra. Në Bedër. E Allah i tha, kella, prapë. Këtë presionin që këtë ta bënë, këtë arrogancë që këtë është faqë, mos ga bëmu dorëzu. Po, ofra argumente, bënu i hapër për diskutim, të regoje maturin tonë, ama ruje parimitetin, ruje fejnë tonë, kella, mos gaba, gabim, është për qërtim, nëse ti realisht dorëzohesh ka shi presionit të ati që të me të nalë më falë. Ja, namazin më se nalë. Po, namazi falët. Nuk duhet me qenë pengesa e dikujt se bep për arrogancë. Kur? Muslimani gjithë me kalzën edukatën e ti, mirësinë e ti, por edhe stabilitetin e ti. Ku ki me shku për te imanit? Ku kemi shku për të besimit? Ku kemi shku për të namazit? Ku me shku? Andaj, kella, la të të ahu. Mos gaba me ju bind. Mos gaba me ra viktim e kërcimive ti. Jo, është gjud. Vazhdo me sejgjde. Nuk tha vazhdo mu falë. Jo, po vazhdo me sejgjde. E pse i ka Allah Gjellera vazhdo me sejgjde, ka shumë të fësirë. Edhe kemi zgatë pak më vëllë, po që në fund janë. Allahu tha, wasjud wa qtarib. Një nga kuptime pse i tha bo sejgjde, se ti nuk tha, a e ke pa ato që e nëllë rubin për sejgjdes, e këtu me nënë të vazhdo me bo sejgjde, e së ta kështu. A ke pa ato që e nëllë rubin të u falë, i shdash me konë këtu kërkesa qysh, vazhdo me u falë, apo?
Ja nuk tha vazhdo mu falë, po tha wasjud, rën sejdë. Pastaj namazi s'ka vetë sejdën, e ka rukun, e ka edhe qëndrimin në kam. Çka i bie sejdë atë në vëzër? Sejdë është akti kulminat i dorëzimit para Allahut te bareke ve teala që tregon se vetëm madhnisë toni për ulna kërkuj tjetër apo. Pastaj në kom rën para dikujt. Ama nëse ti kërkuj si bën apo. Në sejdë është treguesi i qartë se kujt i përullesh ti. Kjo është e para. Kallzoj qartë kush o Zotit. Edhe sejdë ka njësot djetar interesant në kodrë të kontekstit të ajeteve. Ajetet po flasin për një arrogancë, edhe verbalet fjalëve, edhe të dhunës, edhe të përpjekve për të pengu. Mirë, të ndërmë vëzër. Nëse vazhdon kjo kështu, reagimi besimtarit me sejdë, çfarë simbolike ka? Një nga simbolikat e mëdha është se nëse jin kom, apo nëse jin kom, edhe dikush thotë çfarë po fare, çfarë po bën ti asha? E shet ta merr vëmendjen. Edhe në ruku, apo mundësia për me kon namaz, po edhe kapak i zhvendosën me lëvizje me ekziston. Kur bjen sejdë, s'shem kur gjë. Apo andaj Allah e përmeni sejdën që as mos nga, as mos merr me to. Vazhdo ti me koni për ulën e Allahut te bareke ve teala në pozicionin që tregon injorimin total ndaj çdo kujt që kërkon ti, mos me besu Allahun te bareke ve teala. Kur që kërkon pejteje që ta refuzosh besimin, ta refuzosh të mirën, ta refuzosh moralin, në të shmërin, mos merr me to. Ignorim të robit për ulën sejdë që është i kthyer ka Allahu azza xhel waqtarib. Edhe afroju ti Allahu te bareke teala, afrohu me Allahun xhel xhelalu. Ai njeriu që afrohet Allahu xhel xhelalu të ndërlot vëzër, apo largohet nga këto përpjekje për me nal nga udhëzimi. Prandaj të ndrozër në situatat e vështira, në situatat e ngarkuar, në situatat ku mundem me qenë të rrezikuar besimin ton, një nga zgjidhjet kryesore është adhurimi. Në situatat e sprovave, vërtetësive, kërkohet kthimi tek Allahu xhallahu ala, sikur se Allahu tha: "Ista'inu bis-sabri was-salah." Ndihmoni në situatat e vështira, në të kalimin e sprovave, sfidave, me çka? Me sabër, me durim dhe me namaz. Namazi është fuqia e besimtarit, është arma e tij, është identiteti i tij, është treguesi i besimit i tij, është burimi i inspirimit, furnizimit, mbi gjitha është lidhja me fuqishëm me Allahun te bareke teala. Është rruga që me të afrohet tek Allahu xhallahu ala, nga se robi në sejdë është më sa afër te Allahu xhallahu ala, dhe në sejdë komunikon nga afërsia me Allahun, nga sa tha pejgamberi sa fa akthiru fihi min ad-du'a. Shpeshtoni lutje në sejdë, nga sa ty mos afër te Allahu ti. Prandaj mos u merr me kërcënimet, mos u merr me fjalë njerëzve, merr me dua. Lutë Allahun xhallahu ala që Allah më të forcu, lutë Allahun që Allah më udhëzu, lutë Allah më të peshirë ty nëse sprovosh me situata të tilla ku dikush tenton me ta qit komën në qafë, në kuptim edhe praktik, po edhe figurativ, me të nërë për namazit, ose për asaj që Allahu xhallahu ala e ka kërku nga robët e tij. Andaj të ndërlozër, kjo është sura Iqra alaq, që Allahu xhallahu ala mëson që me lexu, me u formu, me u ngrit, mirë po me vetë disa se në këtë rrugtim të ndërtimit, e të formimit, e të udhëzimit, e dëshmërisë, ka dhe sfida, ka dhe probleme, ka dhe fjalë, ka dhe pengesa, ka dhe fyrje, ka dhe shpifje, ka gjithë shka. Reagimit nuk është akmarja, nuk është agresiviteti, nuk është dhuna, por është wasjud, waqtarib. Vazhdo me sejdë e tek Allahu afrohu, sa më afër Allahu atje, Allahu të runë e mbron më tepër. Allahu xhallahu ala na bëf që zemrat jenë të përurë Allahu xhallahu ala, pastaj edhe balli jon. Na rujt Allah nga agresiviteti, nga dhuna, e në veçanti në raport me Allahun xhallahu xhelaluhu. Na bëf të Allahu rob të përulur e nështruar ndaj tij dhe të dobishëm për njerëzit e për botën e mbarë mbi udhëzimet asaj që erdhi fjala e Allahut Iqra, dhe pastaj vazhdojmë me këtë fjalë deri në fund Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kaq për këtë pjesën të Allahu shpëbleft për vëmendje, për sabrin. Takohemi në takimin e ardhshëm në surën e radhës inshallah.
Zoti rujt, sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimin kathir.